Mirdita, kush e vodhi arin shqiptar? Si është situata sot e Floririt në Shqipëri? Sa rezerva ka Shqipëria? Dhe kush i mban këto rezerva dhe kush e nxjerr arin në Shqipëri? Do ta fillojmë që nga kohrat e lashta për të kuptuar se çfarë ka ndodhur me arin shqiptar. Dëgjojeni o njerëz, dëgjojeni. Populli ndoshta nuk di asgjë, ose ndoshta dikush edhe di, por hesht. Të tjerë din ose të tjerë nuk janë të informuar. Ndaj duhet diskutuar për të kuptuar se si kanë shkuar gjërat ndër vite. Kush është rastisht nëse nuk e keni bërë, bëjini like faqes, ndiqeni këtë faqe që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi për bashkë. Që nga koha e Teutës dhe të tjerë mbretërit i lirë u shpërdorua ari në Shqipëri, u vodh, u plaçkit. Nuk ishte për popullin, asnjëherë. Ndoshta se për shumë arsye, romakët apo dhe vendet e tjera ku pushtuan Shqipërinë, që të gjithë morën arin sepse përse e bëjnë? E bëjnë për të rjepur popullin dhe vendin. Pastaj e lanë ashtu të braktisur që të gjithë. Me kalimin e kohës edhe Bizanti e shkatërroi, e dogji dhe vodhi arin. Pastaj me kalimin e kohës erdhën otomanët. Edhe otomanët e shkatërruan Shqipërinë, vodhën, plaçkitën, përdhunuan dhe pastaj gjoja bën shtetin. Megjithatë diçka kishin lënë, sepse në atë kohë, meqense ishin otomanët që kontrollonin deri vonë, deri në vitin 1844, ishin ata që kontrollonin çdo gjë dhe kishin lënë një pjesë të arit në Shqipëri, pjesë që nxirej në Shqipëri, por që ju la shqiptarëve. Pra, në kohën e otomanëve, sidoqoftë ata kishin lënë diçka. Pas vitit 1800 filluan plaçkitjet dal nga dal. Dhe mbreti Zog, siç gjoja që nuk mori Flori, disa thonë që mori, disa thonë që nuk mori, por më tregoni ju, në qoftë se sepse disa mendojnë që ishin komunistët, pra Enver Hoxha që thoshte që vodhi arin Zogu. Ç'është e vërteta, tregohet që vodhi 320 ton ar, sipas gjasave. Por italianët nga ana tjetër janë gjetur disa dokumenta, unë po i bëj një përmbledhje të shkurtër në ato çka thuhen, kujdes, jo të gjitha thuhen, por unë do bëj një përmbledhje të shkurtër për ato çka thuhen, sepse shumë gjëra thuhen, do mundohem që të jem në mes, okay? Sepse ka 1 miliard gjërash që thuhen. Thuhesh që Zogu vodhi rreth 320 ton Flori. Nga ana tjetër, është zbuluar që italianët thonë që jo, nuk ishin 320, por ishin 144. Megjithatë, disa të tjerë thonë që ishin 144 Napolona Floriri që i përkisnin pra Zogut. Megjithatë, disa thonë që janë falsifikuar dokumentat pra të Zogut, sepse Partia Komuniste ishte e detyruar që të bënte gjëja sikur i vodhi Zogu për t'i marrë, për t'i përvetësuar. Dhe kështu që me kalimin e kohës i përvetësuar duke filluar që nga i pari, nga Enver Hoxha, deri tek i fundit, të gjithë ministrat. Thuhet që ministrat kryesor ishin ata që morën më shumë. Madje gjithmonë në lëvizjet e politike, pra nga momenti që, për shembull, në momenti që ikën otomanët, erdhi Zogu, filluan vjedhjet. Nga momenti që iku Zogu, erdhi Partia Komuniste, filluan vjedhjet. Pra, secili bëri të tin. Po ashtu edhe me demokracinë. Bile tregohet që me demokracinë ishte përgatitur çdo gjë, sepse ishte përgatitur përpara viteve 90. Dhe pastaj në 97-ën, gjoja në fillim në 94-ën, pastaj në 97-ën, gjoja u hapën depot dhe vodhën Floririn. Disa bëjnë një listë gjatë të disa qytetarëve që shkuan dhe vodhën kur u hapën depot. Dhe flitet për shembull për atë vjedhje në Krab. Pra vjedhja e Krabës në mos gaboj ishte edhe në Korçë. Bile në Korçë ishin 400 kg që u vodhën, 400 kg ar, normal që për disa nuk janë shumë, që ishin rreth 48.000 Napolona përveç kësaj, dhe një kohësisht edhe në Elbasan edhe në vendet tjera, por problemi ishte që 3 ton ar u zhdukën nga
njerëz të panjohur, sepse që më përpara viteve tregohet, kështu siç tregohet, siç ju thash, tregohet që përpara se të hapeshin depot ose të gjendeshin depot, pra pas demokracisë të viteve 90, Ramiz Alia me disa ishin përgatitur që të linin të lirë. Pra ishte ai ndryshimi që ju thash më përpara. Dhe nga ky moment, për të humbur gjurmët, pak të kështu thuhet, ata secili prej tyre mori aq sa desh. Dhe tani pse po flasim për këtë, sepse ky është thelbi kryesor i kësaj situate. Në Shqipëri ka patur dhe vazhdon të ketë flori. Nxiret flori të paktën vetëm nga kromi, si thuhet, nxiret rreth 6 deri në 10 kg flori nga kromi, sepse ka përqindje ari. Nuk di në minierat e tjera, sepse nuk bëhet e ditur për minierat e tjera, por duhet të dini që ka 3-4 miniera në Shqipëri të florit që janë që në vitin, sepse më përpara, në vitet e demokracisë deri në vitin 2013 nuk ka patur disa kompani edhe të huaja, por tani ekskluziviteti nga viti 2013 ishte e një kompanie kanadeze. Kjo çfarë deklarohet? Kompania kanadeze bën një kërkim të floririt dhe ti e i detyruar që ti me një fjalë që ti të bazoj, edhe në qoftë se bën ti, në qoftë se do të jetë një kompani shqiptare, është e detyruar që ti nënshtrohet rregullave për kontratën ekskluziv të kësaj kompanie kanadeze. Dhe që është nuk e kuptoj pse duhet të jetë kanadeze dhe nuk mund të jetë shqiptare. Disa do të thonë që po mirë, sepse kanadezët kanë teknologji dhe mund të jenë më të aftë për ta gjetur. Po edhe shqiptarët mund të kërkojnë. Shumë e thjeshtësh. Po të japësh të drejtë një kompanie shqiptare, e gjen shumë mirë dhe mbetet ari në Shqipëri. Sepse sidoqoftë kompania e huaj, në qoftë se do kërkoj, do marrë një përqindje qoftë të kërkimeve, por qoftë edhe të punës që bën. Pse duhet ja japim një kompanie kanadeze? Mos ndoshta fshihet diçka këtu pas kësaj të drejte, pra kësaj ekskluzive. Megjithatë, doja t'ju thosha që sot Shqipëria ka rreth 3 ton ar, pra në dispozicion që janë kursime shtetërore. 3 ton ar. Kur ju thash që prej kohërave antike në Shqipëri ka patur dhe vazhdon të ketë ar. Një nga vendet në saj të madhësisë, një nga vendet më të vogla, por me sasinë më të madhe në botë. Dhe në Shqipëri ende sot vidhet flori pafund. Në të gjitha mënyrat. Sepse nëse dikujt nga ju do t'i duket që kjo kompania kanadeze ka ekskluzivën dhe nuk është vjedhje, sepse ka ekskluzivën nga shteti, unë them që është vjedhje. Do t'ja u them se përse. Ky është mendimi im, ndoshta unë gaboj, më thoni ju. Është vjedhje sepse nuk ka shtet në botë që t'ja japi dikujt tjetër, vetëm vendet e varfra. Vin kinezët dhe marrin naftën. Marrin ekskluzivitetin naftë sepse kanë teknologji ata që ta nxjerrin naftën, sepse ne shqiptarët nuk pas kemi teknologji dhe nuk mundemi që të marrim për teknologji. Pse nuk e ndihmon shteti një kompani shqiptare? Ti japi të ardhurat financiare, në vend që ti thot një kompani të huaj për shembull, do ta bësh ti, okay, bëj me një shqiptar. Pse nuk e bën? Por janë në të gjitha vendet e varfra është e njëjta gjë, e njëjta metodë. Dhe nëse këto janë ato bazat kryesore kur thuhet për shembull ndonjëherë që pse nuk bëhet Shqipëria, s'ka për të bërë. Sepse ti, nëse ju e jep prioritet huajve dhe jo vendit tënd, nga ky moment ti ke gabuar. Sepse me kalimin e kohës do bie edhe mbi vetë ti që ke vendosur firmën atje. Pra ti shtet, ti politikan që i ke dhënë të drejtën tjetrit, nga ai moment do të bie edhe mbi ty. Me kalimin e kohës, parat ikin dhe vinë. Por emri një njeriu mbetet për gjithmonë dhe të përlyesh emrin është gjëja më e rëndë që mund të bëjë një njeri. Ky është mendimi, më thoni ju, nëse është e vërtet. Tani duhet të dini diçka. Për shembull, do të marr një shembull Francën. I kam shkruar këtu sepse nuk i mbaj mend. Në vitin 1963 një Charles de Gaulle çfarë bëri? Bleu të gjithë floririn nga Amerika.
nuk mori me para. Bleu floririn me fjalë, nuk mori para, nuk mori gjëra tjerë, po bleu floririn nga Amerika. Dhe bleu bëri një kontrat me fjalë 26 operacione të ndryshme me 129 ton flori. E mori nga Amerika në Francë. Dëgjoni sepse është e rëndësishme kjo për të kuptuar situatën në Shqipëri. Dhe ishte rreth 13 miliard dollar, po flasim në vitin 1963, okay? Dhe në një kohë shumë të shkurtër, pra ishin De Gaulle fitoi 3.000 ton parafërsisht. Pra në vitin 1966 bëri një lëvizje me floririn duke bler dhe duke shitur në Evropë, sepse e bleu në Amerika e shiti në Evropë, dal nga dal, dhe pasuria u rrit në sistemin bankar të Francës. Por, në fakt, në vitin 1971, Nixon ndau arin nga dollari, sepse kuptoi nga ky De Gaulle që ari duhet të lëvisten në mënyrë krejt ndryshe nga dollari, sepse ishte më i fortë. Në fakt, me kalimin e kohës u rrit në një mënyrë të tmerrshme, po thuaj në 300% ari, dhe vazhdon të rritet ende sot. Prisni, po flasim për arin sa i rëndësishëm është dhe ku gjendet Shqipëria sot. Banka franceze në vitin 2024 bleu një sasi, nuk e kam shkruar, por bleu një sasi të madhe ari, sepse ishi në munges, me fjalë banka franceze ishte minus 7 miliard në totalitet. Minus 7 miliard, këtë e kam shkruar, dhe duke bler një sasi të madhe ari, e bleu nga vendet e tjera për ta shitur në Evropë, në vitin 2024. Në vitin 2025, banka franceze u rrit në 8 miliard dollar. T'ja u përsëris. Në vitin, nuk i kam shkruar shifrat, më falni, në vitin 2024 bleu flori. I bleu nga vendet të tjera, flori të vjetër, dhe pra nga Amerika dhe vendet të tjera, dhe e shiti në Evropë, por e shiti brenda vitit 2025, dhe e shiti floririn e ri, pra bleu floririn e vjetër dhe shiti floririn e ri. Një lëvizje që fitoi, si që thash, rreth 1 miliard. Sepse në qoftë se ishte fitoi 8 miliard, por 1 miliard më shumë. Pra në një lëvizje të floririt brenda një viti. Dhe unë doja t'ju pyesja juve, si është e mundur që Shqipëria, si që thash, një vend i vogël me një pasuri kaq të madhe që ekzistojnë në Shqipëri, ka, e kemi thënë, këtë 7 minerale që nuk ekziston në asnjë vend të botës, pra të ketë 7 minerale një vend kaq i vogël sa Shqipëria, dhe një nga këto minerale që është ari, është gjëja me tmerrshme, sepse këtu mund të flasim edhe për naftën. Nafta është një tmerr me atë që ndodh me naftën në Shqipëri, që çdo shqiptar duhet të ishte mbuluar me naftë, me aq sa naftë nxjerr Shqipëria. Për 2,5 milionë banor, le ta zënë dhe 3 milion banor. Sepse pikërisht sepse shpërdoret për shumë arsye. E njëjta gjë ndodh edhe me floririn. Floriri që prej kohërave të lashta, ashtu siç u thash, ende sot është vjedhur dhe është plaçkitur. Partia Komuniste e vodhi që kur ishte në detyrë, që kur e morin në 41-shin apo 44-ën, derisa doli, bile edhe sot vazhdon që të plaçkisi me aq sa ka, sepse ka dishepujt e tyre. Partia Komuniste vazhdon ende sot që të qeveris Shqipërinë, disa në heshtje, disa janë edhe publik, sepse pak i din këto gjëra, po nuk dua të flas për këtë tani, por doja të thosha që akoma sot plaçkitet ari Shqipërisë, dhe populli i gjor ka një pjesë të madhe të popullit, ata që jetojnë në përfshatra, që nuk arrin dot fundin e muajit që të jetojnë. Pagojnë taksa, pagojnë çfarë duhet, dhe një pjesë e madhe prej shqiptarëve largohen nga Shqipëria, të rinjt, dhe kanë mbetur vetëm pleqt. Megjithatë, unë do dëshira një komentin tuaj, padyshim ka shumë për të folur për këtë. Thash një pjesë prej tyre,
ndoshta në disa nga këto mundet të kem gabuar diku, shtoni çfarë dëshironi, hiqni çfarë dëshironi, por ta diskutojmë. Lini komentin tuaj dhe shpërndajeni këtë video. O njerëz, shpërndajeni, sepse duke sikur ka qenë është dhe do të mbetet një urë për të gjithë, pra Shqipëria. Është një vend kaq i vogël që do të lulëzonte kaq mirë dhe do të ishte çdo shqiptar do të ishte perl, do të ishte pasanik. Por të paktën i pasur në familjen e tij dhe brenda Shqipërisë, kurse sot është nga vendet më të varfra, vazhdon ende sot jetë nga vendet më të varfra dhe këto janë pallavra kur flitet ndonjëherë që thotë jo kemi arritur standardet. Pres komentet tuaja.